si të duash, po ta them prap. Unë për ty s'kam dot respekt. Për një njeri që bëhet vegël e dikuj tjetër, unë nuk kam dot respekt. Se ti nuk ke respekt për veten. Ju folni për vegla, mbase ke nevojë ti për një vegël, Stenaldo. Mbase do doje ti një vegël. Njeriu nuk është vegël, o Stenaldo, jemi njerëz në këtu. Nuk është vegël njeriu. Nuk është vegël. Vetëm ju Elës nuk mund t'i thush që jam një vegël. Nuk jam një vegël. Është fjala më definuese për ty. Tani po ta them prap Juel. Jo, ti do mbash. Ti ke dashur të nxjerrësh Juelën në pa. Domosdoshmërisht të keqe, mos mirënjohëse që unë nuk të kam vlerësu. Jo më vllai dashur, unë të kam vlerësu. Por ti i ke bërë gjërat me llogari. I ke bërë gjërat me llogari dashur Stenaldo me Juelën, që ka qenë sinqert me ty në fillim. Nuk kam bërë llogari. Dhe kam qenë në zonën time. Nuk kam bërë asnjë llogari, po ta them prap. Pastaj ju merreni me çmimin tim. Me çmimin dhe sakrificën që ti për me ja dalë këtë lojë do jesh i zoti me hangër presionin psikologjik dhe dhunën psikologjik që të bëhet me ofendime, me sulme të tilla. Ku ishte pozicioni jot i djeshëm? Që pak ta bëri. Për çfarë arsye pak ta bëri? Për çfarë arsye pak ta bëri? Për çfarë arsye pak ta bëri? Asaj situate ju referove sepse ajo situatë ndodhi dje. Ky ishte pozicioni jot. Po do dalë rezumeja. Kaq do të them. I referohem kujdes vrimave. Do të dalë rezumeja jote. Po kujdes vrimave. Kësaj referohem. Kësaj edhe situatës arenës. Ai ishte një provokim shumë i pastër. Unë si kundërshtare kam të drejtën time ta shfokusoj një person nga loja. Veshët e mi kanë të drejtën e tyre të kenë një paraqesie nga zëri jot. Pastaj ju dhash mundësinë atyre vajzave me nxjerr pa kush janë. Nuk mundem dot të dëgjoj. Pa kush janë dhe i kam thënë Selinit kur ta bëjon kështu Selin, ti mbase do përjashtohesh nga loja, kështu që ki kujdes se unë nuk los me zarfatzi. As me dhunën fizike që përdor ajo vajzë. Që është e gatshme ta përdore. Me dhunë edhe me fjalor jashtëzakonisht. Luan me kutinë e fisikës, me këtë luan ti. Ska, debati mund të bëhet pa ofendime, nuk është e rëndësishme të ofendosh. Po duhet ja thuash vetes këtë. Vetes edhe partnerit të Ndrogertit. Ku ofendova unë? Ku ofendova unë tani? Ku kam ofenduar ty? Ku kam ofenduar ty? Ku i kam ofenduar njerëzit këtu? Si nuk doli klip ku unë ofendoj në atë lloj mënyre? Si nuk doli? Si nuk doli një klip? Apo kështu do justifikohesh ti? Ky është debati jot. Ku doli? Ku doli klipi ku e kam ofenduar? Pyet njerëz Selinin. Si e justifikon ti bastardi? Ja the domethënien e fjalës bastard apo jo? Është i fjalë pyese pa diskutim. Nuk du me ditun se unë e di që do toj bastardi, nuk du me ditun. Aja theja saj me që ndërhyre në debat, duke mbrojt. Ja pyet shokun tënë, ja pyet shokun tënë që i quan gos Dubai. Në shokun tim, shoku im është në Terezi. Shoku im është në Terezi, është pajtu me vlajnë e vetë, kjo e ka në Terezi për 7 palqefe. Hajde këtu. Një shembull jashtë zakonshëm si jeni për gjithë shqiptarët. Bravo ju qo. Vlajnë e kishe zotësi. Do ta përqafish, o zemra, po ti përqafo burrin tënd, moj. O shpirt, përqafo burrin tënd. Buthe! Pafrohet miri, se po bën. Unë e di me Selin qatë ti, unë e di. Miri po pret trenin për shkute Selin City. Shumë i pas ka bëqër piko duela, ti pas ka varë sut. Aj do të dale. Shumë ti jam bërë Miri po përgatitet për të hyp treni për të Selin City, kur dali Gimbo. Avash do shkosh këtu ke Miri. Po kur shkosh ke Miri nuk e di Miri si do jetë me ty. Kaq! Ta kam thënë unë këtë do në pa shqiptar. Kur kam imitu Monikën, të kam thënë Miri është Miri. Për Selin po City. Selin pa Mirin, qëfar është? Të kam thënë nga Selin dhe Queen, ke shku të Qika Pink. Po tani, qa do të jetë? Qa do bësh tani? Qa do bësh tani nga Qika Pink? Ka rasti ka event që paguet dikush sa për të mbajtë atmosferën e